Përshëndetje shikues të kanalit tonë Bletaria Shqip, qoftë në YouTube, ku kemi mbi 10.000 ndjekës dhe tashmë në Facebook jemi bën 13.000 ndjekës. Vazhdojmë me videon e radhës, e cila është vazhdimsi e një video ku kemi vendos mbretëreshat F1 austriake. Sot vendosa ta ndaj edhe një video me ju, duke qenë vazhdimësia asaj videot, sepse kemi pas shumë pyetje, a janë pranuar mbretëreshat tek ndarjet që i kemi bë. Kush e ka pa videon e di se ndarjet i kemi bë 3 korniza me pjell dhe 2 me ushqim. Kuptohet ato ushqim kanë mjalt, nektar dhe polen, aty ku ka. Dhe 3 korniza me pjell. Ne kemi pas 8 mbretëresha F1 Karnika, të cilat i kemi vendos. 2 i kemi vendos në 2 ndarje, domethënë nukleus. 2 tjera i kemi vendos në 2 ndarje tjera, të cilat i kemi bë në një koloni. Atë koloni e kemi nda 50-50. Dhe 4 mbretëresha tjera i kemi vendos në koloni të mëdha. Në këtë park ku jemi këtu, do të kontrollojmë 2 ndarjet nukleuset, 2 ndarje tjera që janë bë 50-50 dhe do të kontrollojmë edhe 2 mbretëresha në 2 koloni të mëdha, kurse 2 të fundit janë në parkun tjetër. Kështu që sot i të kontrollojmë mbretëreshat, shohmi a janë pranuar pas fiks 7 ditësh. Domethënë ndarja është vënë me 25. Korrik, atë ditë edhe janë vendosur mbretëreshat, kush e ka pa videon e din se çka kemi vepruar. Kështu që bashkërisht do t'i shohim shpejt vetëm se a janë pranuar mbretëreshat. Kjo është puna jone vetëm sot në këtë video. Pa hi shumë në detale sepse video do të bëhet shumë e gjatë. Kështu që fillimisht vazhdojmë të kontrollojmë vetëm ato 2 nukleus, pastaj do të kalojmë edhe tek kolonitë e mëdha. Qëndroni në fund se do të jetë shumë interesant dhe shumë kurioze çdo lëvizje që do të bëjmë në këtë video. Kjo është nukleusi numër 1. Do të shohim a është pranuar mbretëresha me sukses. Shenja e parë që është pranuar është prezenca e vezëve, duhet të ketë vezë. Kurse në qoftë se kemi çibuk, atëherë dihet se ka dështu, kolonia ka fillu krijimin e amzoreve të vet. Ne këtë mund ta vërejmë edhe direkt nga hapja e kolonisë, do të thonë reagimi i parë i kolonisë, neve na tregon sa është pranuar apo jo. Në bazë të lëvizjes së bletëve dhe reagimit të tyre, mbretëresha është pranuar. Po këtë e vërteton kush më së miri prezenca e vezëve. Ja ka fazi, është liruar plotësisht. Vetëm këtë do ta ju thash se ja dhe mbretëresha është pranuar 100%. Domethënë mbretëreshën jeni të pa ju me ku e kemi me numrin 67. Karnika pra. Kontrolli në këtë nukleus mbaroi me sukses. Kaq. Nuk e prekim fare më shumë. Ajo që mund ta bëjmë vetëm ta ushqijmë. Dhe shifat se në këtë kornizë mashallah ka bë vezë cep më cep. Mbaroi. Vazhdojmë tek ndarja tjetër. Ju njoftoj se nuk jam prek fare për 7 ditë radhës. Edhe këtu mbretëresha është pranuar me sukses. Ja ka fazi ka qenë vendosur këtu, e heqim. Dhe kontrollojmë për vezë. Ajo që na shohim nuk ka çibuk, se po të kishte çibuk, kjo na jep në kuptim se nuk kemi mbretëresh. Edhe në nukleusin D mbretëresha është e pranuar, edhe pse nuk po arrit ta shoh, ndoshta i kanë heq numrin. Por ajo që na vërteton është prezenca e vezëve. Në këtë pjesë këtu komplet kemi domethënë vezë të reja. Nuk e di a ka mundësi me kap në kamerë, por ja që nuk besoj që duken. Është komplet me vezë. Nuk është patjetër ta shohim me mbretëreshën. Nuk e prekim fare, vetëm e mbyllim edhe soskun. Mbretëreshën e tretë me radhë kemi vendosur në këtë koloni këtu. Kjo është ndarje, kjo është bën nga një koloni. Është nda kolonia në dysh.
4 pjell I kemi lënë tek kolonia prind dhe 4 pjell I kemi sjell këtu. Pasi kemi vondarjen 5-6 orësh e kemi sjell mbretëreshën dhe e kemi vendosur, shohni është pranuar me sukses. Edhe pse ka pas çibuk. Domethënë kur kemi kimu ndarjen, kolonia kishte pas nxit vetëm çibuk për ndërrim të qetë. Ja ka fazin, mbretëresha me numër 73. Të shohim a është pranuar me sukses apo jo. Po, edhe pse nuk e shohim mbretëreshën, jemi tu pa vezë të reja. Vezë, domethënë një ditore. Nuk do të humbim kohë duke kërkuar mbretëreshën, pasi është 10 kornizë. Ja mbretëresha. Momentin e lëshimit të vezës. Shifeni. Kapëm një moment shumë interesant. Ja mbretëresha me numër 73 duke lëshu vezë e mbaroi procesin dhe pra mashallah. 3 mbretëresha të pranuara me sukses. Vazhdojmë kosherën numër 4 me radhë. Kosherja e 4 me radhë. Dhe mbretëresha është pranuar me sukses për mashallah. E kemi numër 76. Ajo që më bën ta kuptoj se është pranuar prezenca e vezëve në këtë kornizë. Dhe jam mbretëresha. Jam mbretëresha me numër 76. Nuk e prekim fare, nuk e maltretojmë më shumë, vetëm e fusim me shumë kujdes. E lëshojmë poshtë dhe dëshirojmë suksese. Vazhdojmë me kosherën numër 5. Kanë pak. Po të shohmi. Është pranuar me sukses. Dhe në kolonien numër 5 të nderuar betar diçka e çuditshme sepse po shoh një mbretëresh e cila është pa numër. Dhe siç duket se kolonia ka krijuar mbretëreshën e vet. Ishte një mbretëresh shumë e shpejt dhe dukeshte e kisha një problem teknik me xhirimin dhe video ishte ndërprerë. Ju sqaroj shkurt se në këtë koloni nuk është pranuar mbretëresha. Kolonia ka krijuar mbretëresh emergjente e patë edhe vetë se kishte lind, por ishte pa fëkunduar. Ishte aq e shpejt sa që ishte vështirë për ta pa. Deri tani prej 8 mbretëreshave kemi 4 të pranuara. E 5 kishte dështuar presi për fekundim. Vazhdojmë tek kolonia numër 6, e cila koloni është po ashtu koloni 10 korniza dhe nuk është ndarje. Po ashtu kjo ka depo në mjaltit, koshera numër 6. Dhe jam mbretëresha me numër 75 është e pranuar. Shifim. Jam mbretëresha, nuk e prekim fare, vetëm e fusim ashtu siç ishte. Dhe nuk e prekim fare më tepër. Kurse ato 2 koloni tjera janë në parkun tjetër, të cilat do t'i kontrollojmë edhe ato. Vazhdojmë kolonien numër 7 me radhë. Shohmi është për numër mbretëresha e radhës. Kemi një çibuk këtu, i dëmtuar dhe i prishur. Por me sa shoh une, edhe këtu kemi 2 çibuk tjerë të mbyllur. Këtu kemi një ende të pambyllur. Dhe shenjat janë se mbretëresha nuk është pranuar. Vazhdojmë me kolonien e 8 dhe me mbretëreshën e radhës. Ajo që do të veprojmë me këtë koloni mund t'i japim një mbretëresh tjetër ose të lëmë të linde ajo që kishte filluar, domethënë çibuku, ai që ishte më i mirë i pambyllur. Vazhdojmë tek kolonia numër 9. Fillimisht i tërheqim kafazin, është i pastër. Shohim a kemi vezë ose çibuk.
Njëra patjetër duhet të jetë. Dhe mbretëresha është planuar me sukses. Për arsye se shoh pa vezë direkt në këtë kornizë. Prezenca e vezëve në këtë kornizë na bën me dije se mbretëresha është e pranuar dhe ja ku e kemi mbretëreshën me numër 66. Siç po e shihni, mbretëresha është e planuar me sukses. Dhe si përfundim të videos e pat edhe ju se nga 8 koloni kishim sukses në 6 prej tyre, në të cilët janë pranuar mbretëreshat pa problem fare. Po e përsërisim, 2 prej tyre ishin nukleus, 2 koloni tjera ishte ndarje nga një koloni, të cilën kemi nda 50-50, edhe aty ishin pranuar me sukses. 2 të tjerat ishin pranuar në koloni të mëdha, kurse një koloni e madhe nuk e kishte pranuar në parkun tjetër që e pam, dhe në parkun ku jemi këto aktual, po ashtu edhe një koloni e madhe nuk e kishte pranuar mbretëreshën, tek e cila vëretjem një mbretëret shtëre. Kjo i bie që në atë koloni ka pas shibuk për ndërrim të qetë, sepse momentin kur e kemi vendos, nuk i kemi kontrollu kornizat që të shohim mos vallë kemi ndonjë çibuk. Në këtë kohë që jemi, domethënë korrik, fund korriku që ishte, dhe tani në gusht, aty pam një mbretëresh të re, që është e pamundur mbretëresha të linde për 7 ditë, sepse prezenca e mbretëreshës së re na bëni me dije se aty ka pas shibuk dhe nuk e kemi kontrollu fare. Mendoj se kjo ka qenë shkaku i dështimit të asaj mbretëreshe. Për fund, nëse ju ka pëlqyer video, mund ta shtypni një like, vetëm ishte një ndarje informacionit, vendosja mbretëreshave të reja, kontrolli i tyre për pranim, patim raste të ndryshme, nukleus, ndarje në dysh, po ashtu edhe 4 koloni të mëdha. Unë ju përshëndes, për fund, nëse ju ka pëlqyer video, mund na shtypni like. Mirëmbëjtje.